Do sjellim në këto momente profilin e një vajze, një gruaje, cila ka zgjedhur të ketë një profesion të pazakontë. Që nga formimi i saj deri tek ndërtimi i shumë artikujve shkencor, ka zgjedhur të shkojë tek ajo që mund të sfiduese për një vajzë grua në Shqipëri. Nga inxhinieria e ndërtimit tek inxhinieria e aviacionit, më pas për të sjellë disa publikime të cilat vërtet janë për të pasur zili. Dhe gjithashtu gati për të qenë më afër të rinjve, duke dhënë dije dhe duke dhënë mësim pranë tyre. Njihemi me profilin sot të Senada Mehmetit. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Kënaqësi për mua të jem këtu me ty. Tani një vajzë në inxhinieri ndërtimi, e cila me kohën zgjedh dhe inxhinierinë e aviacionit. Dy vajza të zakont. E vetëm dy vajza të tjera kam pasur në tjerë të klasa jame kur kam qenë. Si është? Bëse kështu nga kati i parë deri te kati i 5. Veç burra. Vetëm djem. Kur kam ndonjëherë ndaj punë kështu thonë se është punë burrash, e them la unë jam mësuar burra të tonë. Gjithmonë në universitet kanë qenë vetëm. Ti po na tregon se nuk ka punë burrash vetëm në Shqipëri. Nuk ka punë burrash. Ky është shembull i mirë për vajzat që po na ndjekin. Sidomos për ato që janë në fushën e dijes, në fushën e arsimit, në fushën e udhëheqjes, në fushën e politikës. Unë jam shumë pro vajzat dhe grave që të marrin. Të gjithë ne jemi Senada. Po je paragjykuar. A jam paragjykuar, nuk e kam çakrujt me të drejtën. Paragjykimi për mua është, në fillim kisha atë peshën e faktit se pak edhe familja jeme e kishte shumë me merak se unë do lodhesha shumë për pjesën e inxhinierisë dhe e mora si një sfidë shumë të madhe që përveç se për vetin tim që doja dilja, po doja dilja edhe për ata që mos ta kishin më atë merakun se mos u futa në një not me peshkaqinë dhe mos do coptohem, por jo. Me kë kishe sfidën? Sfidin me vetin, normalisht parën, se unë ja kisha vu vetit këtë sfid. Unë çdo sfidje vendosi vetit edhe jam gjithmonë me një studiove për inxhinieri ndërtimi. Po. Dhe një ditë bukur thash, thonë që aviacioni është shumë e vështirë, edhe thash, a ka vështirë? Tani, po e bëjun. Se e kemi edhe pak vështirë ta konceptojmë në mos në publiku. Çfarë bën një inxhinier aviacioni në praktik, puna e saj, cila është? Atëherë merret me analizat që kanë. Përsa analizat e parat që vinë nga profilim si inxhinier në ndërtim, merret me analizat e tokës, pastaj sigurisht analizon edhe ato aspektet dhe strategjitë e ajrit, i vendos të dyja dhe shikon këto zgjerimet e aeroporteve, më the të thash, duhet t'ua besojmë juve ty, domethënë. Okej, e morën vesh, pra. Nëse Rina si po zgjerohet, është fal kolegëve dhe senatës dhe kolegëve të saj. Senatës dhe kolegëve të saj. E ka patur kolegë mbështetës, se dim që zëra paragjykues patjetër që ka patur, se kjo është punë burrash dhe thënë edhe në Shqipëri, edhe pse jetojmë në 2025-ën ekziston kjo gjë, po ka patur kolegë që kanë po, Senada është kolege jona dhe është shumë e zonja. Ka gjithmonë njerëz që janë me shumë integritet, që janë pro zhvillimit, pro prosperitetit dhe fatmirësisht mua më kanë rastisur të tillë dhe realisht jam shumë falendëruese për komplet rrugtimin tim që kam pasur. Çfarë kanë dashur prindrit për ty, se për gjithë ne prindrit kanë bërë një projekcion çfarë do bëni? Prindët e mi doshin që unë me kanë pedagoge në universitet, por vetëm pedagoge. Unë kur bëna pedagoge në universitet ta shiko se ta plotësova ëndrrën. Bëna. Edhe këndën edhe time. Po, më sapo shiko se unë doja që ti t'ishe pra vetëm atë pjesën, doja atë pjesën e pedagogjisë që të kisha edhe kohë të merresh edhe me veten dhe me familjen, pse jo. Edhe donin diçka më të lehtë për mua. Se sot s'ke kohë me nga që isha unë fleshun vonë. Kështu bukur dukesh të na të thënë drejtën, tani na lër të bëj aty komplimente. Ta më shohin që unë fleshun vonë dhe zgjohem shumë herët. Edhe më thonë do flesh ose këto kërkimit shkencore që e përmendë ti, ka pas momente që nuk kam fjetur gjithë natën duke i përfunduar edhe më kanë lënë ashtu zgjuar duke punuar, janë zgjuar prapë në mëngjes prapë më kanë qenë duke punuar, çapo merresh se po punon shumë. Dhe më ngacmove, doni diçka më të lehtë për mua. Ndjehesh ti e paragjykuar nga kjo gjë? Pse duhet diçka patjetër e lehtë për një vajzë në Shqipëri? Atëherë kam qenë shumë rebele dhe unë edhe nuk e pranoja këtë gjë. Domethënë tani mirë kuptoj ata se çfarë donin për mua. Donin që të mos lodhesha shumë, e kishin me atë sensin pozitiv. Pavarësisht se unë në atë kohë kam qenë edhe presidente në shkollën e mesme dhe isha shumë rebele dhe... E cila shkollë? Në Shkodër. Cila shkollë në Shkodër? Haxhi Shamia. Ti nga ato studentët e mira, domethënë, gjimnaz prestigjos, patjetër. Edhe jam munduar gjithmonë që rolin e vajzave ta ngrisem shumë. Nuk e duroja në ato kohë, nuk e duroja kur më thoshin që
mos e bën këtë gjë se nuk është për vajzë dhe më rebelonte shumë kjo gjë. Kurse ti u tregove që mund t'i bësh të gjitha. Unë e tregova me shembullin tim dhe shpresoj që të jem edhe unë një nisëm edhe për vajzat tjera, se tash kur më thonë që është vajzë me rezultate shumë të shkëlqyera, çaj së gjërën me vazhdua dhe unë deri që tham inxhinieri. Aviacion. Me të drejtë, sepse ky frustrimi le ta quajmë i brendshëm që ti ke patur në një vend që ke patur vetëm goca, ka ardhur rrjedhimisht dhe të Perëndia të çojë përballësh vetëm me burra. Rastësia mbret i botës. Mirë, po një inxhiniere ndërtimi, inxhiniere aviacioni, ç'të çojë në politikë? Se mirë që ishte në primarët e BT-s në Shkodër, po tani edhe në listat e hapura. Tani në listat e hapura dhe kam një sfidë tjetër, se kohët e fundit më kanë pyetur që çakis e kam thënë kam në mend një sfidë tjetër, po nuk e kisha bë publike. Tani është koha që ta bëj publike. Kjo është sfida jeme më e re që kam ndërmarrë për Shkodër. Unë kam qenë gjithmonë në politikë, që kam qenë kujdestare klase, që kam qenë senatore klase, që kam qenë presidente në shkollë të mesme, që kam qenë kryetare e grupit tek inxhinieria e ndërtimit, që kam kryesu projekte dhe ja kam dalë që kur kam përfaqësuar Shqipërinë në arena ndërkombëtare dhe kam qenë folse në konferenca për zhvillimin e leadershipit edhe për të rinjt që është një nga politikat e mia edhe për vajzat dhe gratë. Dhe tash kam thënë që okay, tana këto gjëra që unë i kam bë edhe më përpara, tashmë të kem edhe një instrument në dorë që të vazhdoj të bëj, po të vazhdoj të bëj edhe më shumë, pra edhe me një përfaqësi. Sepse unë jam konservatore, jam pro rolit të shumë të lartë të gruas në shoqëri, jam pro familjes, jam pro, se tani them pro rolit e gruas, po jam pro ndërveprimit midis burrit dhe gruas për të krijuar një familje të shëndetshme, pro adeut, pro besimit në Zot, dhe prandaj edhe zgjodha. Dita më e vështirë në detyrën tënde, po ndalemi te inxhinieria. Ke patur një moment shumë të vështirë dhe sfidues? Kam pasur shumë momente faktikisht sfiduese. Unë kam qenë edhe tek projekti i tapit, edhe kur kam hyrë aty, me qenë se unë isha edhe më e vogla, në të gjitha projekte që jam futur kam qenë më e vogla gjithmonë. I shikoja gjithë njerëzit që e kishin shumë të qartë punën e tyre dhe unë thash, a doja dalë vërtet? Edhe zgjohesha në mëngjes që kur merja atë fushën e dhëmbëve, filloj i vendosja në listë të gjitha gjërat. I kam bërë këto tike, sepse inxhinieria është një degë vërtet shumë e bukur, ka projekte shumë të bukura, por është do të një vigjilencë shumë të lartë dhe një përgjegjësi shumë të madhe. Që ti e ke ndërtuar me disiplinë, besojmë. The zgjohesh herët, por the shumë vonë, sepse nuk është e shëndetshme ta themi nga përvoja. Po, mos e bëni. Po të na shosh nga afër kemi ca rrudha poshtë syve. Të gjitha janë krijuar. Po do i zgjidhim, Nga mungesa e gjumit. Realisht kushdo që po na dëgjon tani, krijon një perceptim që Senata është një vajzë e kompletuar. Familja është e lumtur me gjithë e saj edhe e ka çdo gjë të merituar me shumë punë dhe mund, po sa ja del që të kesh kohë edhe për ndjesit, për emocionet, për personalen, për dashurinë? Se shumë eksakte po tregohesh me këto. Dashuria s'është eksakte, kështu që na tregon diçka. S'është eksakte, kështu që aty ja kam lënë fatit. Asnjë lloj për llogaritje. Asnjë lloj fare. Pak vigjilencë mirë do ishte. Tani, vigjilenca na bën mirë, por nuk është se kam bërë kompromis me dashurinë. E kam lënë kështu, si të rrjedhë, domethënë. Mami yt do thoshte me sy hap me nan. Po ndoshta ajo me si tjetë kismetët. Si tjetë kismet. Në sahat hajrit. Në sahat hajrit, pa çfat pra në këtë gjë. Momentalisht ato si cili është? Apo politikane? Politikane, mirë. Unë do doja të dija edhe nëse ke mundur të influencosh ndonjë vajzë që të drejtohet në inxhinieri. Aviacioni apo ndërtimi, cila do ishte? Unë kam më shumë se sa në inxhinieri, ndoshta do habitesh, unë kam influencuar që vajzat të futen në biznes. Sepse mua më pëlqen kjo gjë, domethënë unë i jap gjithmonë një dorë ndihme, aq sa mundem, se thash unë prandaj jam futur politikës, që të kem mundësi më shumë që të kem instrumenta në dorë dhe t'i ndihmoj. Qoftë me një këshill, qoftë duke ju ofruar atë rrjetin tim, njohjet e mia, duke ju ofruar atë eksperiencën time, ku ndoshta duke dhënë edhe ndonjë dorë ndihmë për vajzat, edhe kur më kanë thënë që shiko se unë e kam nisur biznesin se ti më ke thënë që ti mund t'ja dalësh, për mua ka qenë ajo feedbacku më i madh që mund të marrë një person që vendos të punoj me pasion për të ndihmuar të tjerët, kur të tjerët ja dalin, për mua nuk ka gjë më të mirë se sa kaq.
se nga njëherë vajzat edhe gratë me qenë se martohen ndoshta të reja, relativisht të reja, është zgjedhja e tyre, mendojnë që jeta tashmë ka marrë fund për ta, ka marrë fund në sensin e karrierës. Edhe unë i them gjithmonë, shiko se mos të krahasoni me dikë me mua për shembull në karrierë, se edhe unë ndoshta krahasohem me ju që keni familje. Kështu që asnjëherë mos e bëni atë krahasimin që kush është më mirë. Rrugtimi është totalisht personal. Edhe unë dua që të kemi familje, ti do që të kesh një karrierë. Ti e ke krijuar familjen në rregull, atëherë vazhdo të karriera tashmë. Mos thuaj që ndërkohë ti do kalosh te familja. Unë jam gjithmonë për familje sigurisht. Mirë, dhe ne urojmë shumë që të kesh një përmbushje shpirtërore, ajsa dhe profesionale. Hapi radhës dhe kjo është pyetja më e fundit. Kërkoj falje Surian, por tek bisedat për vajzat, suksesshme. Ju pash shumë të përfshira dhe u stepa. Një ritëm dhe një dëshirë shumë të madhe për të folur. I bëra ato pyetjet e mia, zakonisht gacmuat se do u tërhoqa në bisedë. E fundit kjo, cili është hapi i radhës? Se zelli duket që nuk mungon. Politika është hapi i radhës dhe edhe shumë njerëz thonë që ki bërë një start shumë të mirë, fillimi ishte shumë mirë, nuk është se ishte një fillim për mua, se unë kam marrë pjesë gjithmonë për aktivitete e angazhuar. Edhe politike dhe jam angazhuar, dhe në për konferenca që kanë pasur shumë zë. Tashmë dua që të kem edhe një instrument më të fortë, edhe nuk është se është thjesht një start për mua, që të them që fillova unë edhe me kismet. Unë jam përfshirë shumë që të filloj dhe të dalë shumë mirë dhe të punoj shumë, po punoj shumë fort për këtë gjë. Mirë, dhe unë kam një pyetje të fundit përpara se të përshëndetemi. Çfarë do bëj për Shkodrën? Jo, se do kemi mundësi për të diskutuar për politikë, që duhet bësh për Shkodrën patjetër. E kam bërë gjithmonë për Shkodrën, edhe nuk e kisha vetëm sensin e politikës, edhe për promovimin në infrastrukturë, në ndërtim të japësh kontributin tënd aty ku ti je ekspert. Edhe në aeroport, se kena një fushë aviacionit atje. Mund ta bëjmë edhe aeroport në Grud, më duket është, apo jo? Aty është. Edhe unë do bëjmë inxhinier aviacion, e morën vesh. Suksese shumë në rrugtimin tënd, në fushatën që duhet të mbash, po shumë e përmbledhur, se kjo pyetje është e fundit. Çfarë do i thojë senatës të vogël? E vogël fare. I thosha vazhdo se je në rrugën e duhur. Shumë krenar për vetë. Po lodhesh shumë, por intuita jote puna pa lodhur, ka me të shu në rrugën e suksesit në atë që ti donë. Dhe ne ta urojmë me zemër. Urojmë shumë që të prekësh majat. Mirë, me një histori të bukur dhe frymëzuese, mbyllim të segment sot, se nada më të mira suksese dhe kjo shije uroj të shkoj si shije frymëzimi për gjitha vajzat aty jashtë që mendojnë që në Shqipëri nuk janë mundësitë e dhura, po ja, se rada na tregoi të kundërtën. Në publikut i themi, shijoni ditën e verës, shihemi bashkë të hënën në 7:05.